Jemi bashkë këtë djele, po rojma të miren, po besoj që diçka interesante, po mundohemi që t'ju sjellim në shtëpitë juaja, e tani këto momente është koha për rubriken 4+4. Kësaj here na vjen basketbollisti Drilan Hajrizi, ku përgjigjet në 4 gjërat pak ma me vlerë që i ka, 4 lojt më të mira, 4 udhëtimet, por edhe 4 gjuajtjet e ti. Kështu që ta ndjekim rëfimin e ti edhe kthehemi pasaj me gjana tjera në studion e emisionit Një Kafe për Lavë. Përshëndetje, unë jam Drilan Hajrizi, basketbolist. Këtë javë do t'jemi zbashku në emisionin 4+4. Katër gjanat më të vlefshme për Drilan Hajrizin janë numër 1 feja islame, e cila ma ka rregullu jetën, do me thonë, me një program shumë të mirë të cilin e ka. Në dy, kisha me veçu familjen, si një, do me thonë, shtytje shumë e madhe për mu, për jetën time. Do me thonë, familje është nëna, baba, vllau, mia vllau, gjithashtu edhe nisja vllau. Familja është qelsi i gjitha sukseseve të mia, për arsye se ka bo një shtytje shumë të madhe, sikur një jetë, do me thonë, fakultet, për gjithashtu edhe në basketbol, i kom pas gjithmonë afër vetës, në çdo qasin, qaset të mira, gjithashtu edhe në qaset të vështira, kështu që ka një merit shumë të madhe për karrierën time, gjithashtu edhe për suksesin tim. Nën 3 është e fejuara ime, e cila me të vërtet është një shtytje shumë e madhe për mu dhe për jetën time. Dhe nën 4 është basketbolli, do me thonë një knatësi cilën me të vërtet e përjetoj shumë mirë dhe shpresoj që ka me vazhdim me të jetën. Me basketbol, do me thonë, mirën i qysh një kohë shumë gjatë, për moshës 16 vjeçare dhe si jam, do me thonë, si profesionist në ndërmimin e basketbollit, kështu që me të vërtet më jep një knatësi shumë të madhe stërvitjet cilat i bëjmë, lojët cilat i bëjmë, e gjithashtu një knatësi më të madhe me atë sukseset cilat i mërrim në më thonë ndërmimin e basketbollit. Kur jemi tek basketbolli dhe familja, do të mundohem të tregoj një rast se si ka fillu Drilan Hajrizi dhe me thonë me basketbol. Ka qenë familja gjithmonë e interesuar që Drilan Hajrizi të futet në një instrument muzikor. Dhe si në moshë 3, ata më regjistruan në një shkollë dhe me thonë muzikës dhe ma blejtën gitarën e krejt, po me të vërtetën nuk isha dhe me thonë kënaqur me muzikë, po hatri familjes dhe dashke me vazhdu. Edhe në një moment kur une shkoja e laja gitarën në shkollën e muzikës dhe iksha për shkollës muzikës me shku me lujt me shoh basketbol. Një moment babi e sheh profesorin e muzikës, dhe me thonë profesorin tim, dhe e pyet se si po i shkon Drilonit shkolla e muzikës. Profesori i tregon se shkolla nuk po vjen, veç po vjen të len gitarën edhe po shkon dikun. Në atë rast, babi me të vërtet në rakosi se ku po shkon Driloni, dhe me thonë me qka po mirë dhe Driloni, por u këthy të shpia, po nuk më tha kur gjë. Une e hetova dhe me thonë një qasje ndryshe babës ndaj meje dhe vendosa që t'i tregoj që une nuk mune me shku ma në shkollën e muzikës. E pyeta babin, a ka mundësi t'jem, do me thonë, ka kemi një bised mes neve dyre, u ollën, bisedum dhe i thash që nuk mune ma me vazhdu shkollën e muzikës. Atëherë, qka dëshiran në pyeti babi? Unë i thash që unë e du basketbolin edhe po du me shku me regjistrunin e klubit basketbolin. Në atë moment, me të vërtet, babi u nërvikat shumë se pse nuk i kam tregu ndërsa edhe ma heret,
besa ka pas dëshirë që t'jem edhe ndonjë muzikant nështa, po ja që ai do të thonë heqi dorën për krahjen time ndoshta në basketball, rreth një viti vetëm pagesa që mi ka bo se nuk ka ardhur me për krah, mas një viti arrin me nanën, do të thonë me ardhë dhe me më shiku se si është duke më shku basketbolle. Në momentin si futem në shkollë, treneri është afru babit dhe nanës për arsye se i ka njoft, gjithashtu ka qenë zënë si babit, edhe ka pyet se në drejtor çka mirë qiti kësajde. Edhe, do me thonë, babi ka të regu se kam djalin këto, është Ndriloni, dhe do me thonë treneri i ka thonë që me të vërtet ka arritë se në renda një vitit ta ketë një ngritje shumë të madhe dhe është një ndër më të mirë kështu, dhe pe ati momentet e kam një përkrahje shumë të madhe për familjes, cilët pa ta nuk shanë mujtë me arritë. Ka shumë shënime cilat me të vërtetë më bëjnë ndihem shumë mirë, po do të mundohemi që t'i përmendim disa si më të rëndësishmet cilat i kam në karrierën time. Një ndër shënimet më të rëndësishme që kam pas në jetën time ka qenë, do me thonë, pikët e para të reprezentacionit të Kosovës, cilat do me thonë i kam shënu unë kundër Slovenisë, në kualifikime për Evropian. Definitivisht më kanë bo me undi shumë mirë. Ka pas edhe shumë shënime tjera, po do të mundohemi gjithashtu që si shënim dytë tjetë loja kundër si debutant në Ligën Ballkanike. Në Ligën Ballkanike kundër Kozhuvit, do me thonë vitin e parë si kemi arrit si të luajmë në Ligën Ballkanike, kështu që kanë qenë edhe ato pikë shumë të rëndësishme për mu. Pikët e treta do t'i merja definitivisht disa pikë cilat i kam shënu kundër ekipit Kumanovës, ku ka qenë një sallë shumë e zjarë, për arsye se e gjithë salla do më thonë ka qenë e mbushur me do më thonë kundërshtarë tonë, cilat na kanë fyë, na kanë shoh, po ka qenë një numër dykun prej 200-300 shqiptarëve cilat kanë qenë prezent sallë dhe pikë cilat i kam jepur në të vërtet më kanë bo me undi shumë mirë, për arsye se sa e shënonim ata shqiptarë në të vërtet kanë qenë një rrezik shumë të madh, për arsye se ka qenë një numër shumë i vogël në krahasim me kundërshtarë, po një ndër pikë më të rëndësishme kisha me i përmend këtu. Numër 4 kisha me cek gjithashtu pikët një ekip të malit Zi, ka qenë Nikšić, do me thonë kundër Sutjeskës, ka qenë një situatë shumë e vështirë për ne lujtë në atë, për arsye se ka qenë pak ditë ndërmjet lojës që është zhvillu Shqipëria me Serbinë dhe ne, dhe me të vërtet në sallë ka qenë një atmosferë shumë e vështirë për me lujtë, kështu që edhe ato pikë unë mendoj që kanë qenë shumë, do me thonë, më kanë bo shumë mirë të mburën në ato pikë, për arsye se nuk kanë qenë vetëm për mu, ose për ekipin tim, për me të vërtet një mburë për gjithë cilët na kanë shiku. 4 lojtë cilat i kam zhvillu, me të vërtet ka shumë lojtë për të përmendur, për arsye se me të vërtet ka pas shumë lojtë mira, sikur në basketbollin e Kosovës, gjithashtu edhe në Ligën Ballkanike, tash sfundi edhe në kualifikime për kampionatin evropian. Një ndër lojtë ma që më kanë bo me undi me të vërtet krenar, edhe që më ka bo dhe me thonë një motiv shtes ma ka për ti e mendën, dhe me thonë edhe me fort në basketball ose një punë shtytse, ka qenë loja e parë kundër Slovenisë, me të vërtet një ndjenë shumë e mirë që na erdhi edhe ne rasti, dhe me thonë të jemi pjesë e këtyne garave një mjaft prestigjioze. Sikur gjithashtu edhe loja e dytë, mund të them, ka qenë lojtë, zakonisht lojtë do të mundohemi të përmendim lojtë cilat kemi lujtë në arenën ndërkombëtare, duke mos i përmend gjitha vetëm kualifikimeve, do të mundohemi që t'i përmendim më shumë, do me thonë, lojtë ndërkombëtare,
Një ndër lojt më të rëndësishme kanë qenë lojt në Kumanove, përmend edhe njerë si pikë më të rëndësishme, ka qenë një loj me të vërtet shumë e mirë. Gjitha lojt kundër Prishtinës, Trepqës dhe Pejës me të vërtet janë lojt shumë të rëndësishme për me, po do ta veçoja vitin 2012 një loj shumë e rëndësishme për mu, por gjithashtu edhe për gjithë ekipin tim në atë kohë Trepqës, me të vërtet ka qenë një loj shumë e mirë, gjithashtu edhe Prishtinës edhe ne, po një fëpati do të thonë kemë në emën tonë për shpallën kampion të Kosovës vitin 2012. Lojën e katërt do ta veçoja do të thonë eliminimin fitimin e kupës me Trepqën, gjithashtu do të thonë finale ka qenë loja me Bashkimin në Pej, po atë vitin 2012, një vit shumë i suksesshëm për ne. Ajo lojë ka qenë një lojë shumë e rëndësishme për arsye se ka qenë kupa e parë që kemi arrit me kthy pas shumë viteve në Mitrovic. Sa i përket udhëtimeve, po mundohem që tek udhëtimet dal pak pi basketbollit, do të thonë jetë reale, po çka më bëhet që jeta jonë gjithmonë krejt është e lidhur me basketboll, po pa marrë parasysh do të mundohem ta përmendi një udhëtim para ca viteve, kam qenë në udhëtim në Japoni, me të vërtet një udhëtim shumë breslens, një udhëtim i cili do të mbetet përgjithsisht në kokën time, kemi nëpërmjet një organizatës ose shkollës fillore, kemi arrit që ta kemi një udhëtim si nxënësat më të mirë të shkollës të jemi në Japoni për rreth 3 javë, me të vërtet një ndër udhëtimet më të rëndësishme të jetës time ka qenë ajo udhëtim. Si udhëtim dytë, gjithmonë udhëtimet me familje janë udhëtime shumë të mira, sidomos për ne si sportist, për arsye se jemi gjithmonë larg familjes dhe si udhëtime dytë gjithmonë kisha me marrë domethënë udhëtime të cilat i kam bërë me familje, të kofshin ato pushime verore, pushime dimrore apo si lloj pushimesh. Si udhëtim tretë kisha me cek një ndër udhëtimet e para të mia në një kamp në Greqi, cili ka qenë një numër shumë i madh i sportistëve prezent aty, gjithashtu kanë qenë për gjitha vendeve, jo vetëm për vendit të Kosovës, ka qenë një kamp shumë i mirë, po ka qenë një udhëtim i cili me të vërtet kemi arrit të mësojmë shumë për atij udhëtimit, dhe si udhëtimi i katërt kisha me cek udhëtimin e fundit, domethënë në reprezentacionin e Kosovës, domethënë një ndër udhëtimet e fundit në reprezentacionin Kosovës, i cili kemi kalu shumë mirë me grupin të cilin e kemi, ka qenë udhëtimi në Itali, i cili kemi pas disa lojë miqësore, por gjithashtu edhe kemi pas një eksperiencë shumë të mirë për jetë. Kjo ishte, domethënë, sa do pak një histori rreth jetës time të cilën e kam pas për emisionin 4+4. Shpresoj që do të shihemi përsëri herave tjera, mirupafshim.